Sa po zbardh dita, kur gostivari ende nuk është zgjuar plotësisht, ai tashmë është në rrugë. Fshesën e mban në dorë dhe hap pas hapi përshkon hapësirat që për shumë njerëz janë thjesht pjesë e përditshmërisë. Për të, ato janë vendi i punës. Aty ku dikush hedh një bish cigare, një letër, një ambalazh apo një qese, ai përkulet dhe i mbledh ato. Nuk ka shumë rëndësi nëse dita ka nisur me diell apo me shi, as nëse temperatura është përvoluese apo e ftohtë. Puna e pret dhe ai është aty t'i përgjigjet. Në dorë ka një fshesë, në shpinë vite punë. Në fytyrë ka gjurmët e moshës dhe të një jete që nuk ka qenë gjithmonë e lehtë, por ai ecën dhe vazhdon me dinjitet. Është një nga punëtorët e ndërmarrjes publike komunale në Gostivar. Është një nga ata njerëz që syri na i kap çdo ditë. Megjithatë, rralli shohim në të vërtetë. Ne, me shumë të drejtë, i duam rrugët e pastra dhe reagojmë kur ato nuk janë në nivelin e duhur, por harrojmë të kthejmë gishtin nga vetja për të punuar me pakujdesin ton, për të vlerësuar punën e tjetrit, ashtu siç dëshirojmë të jemi të vlerësuar në vendet e punës që bëjmë vetë. Andaj, ti që e hap derën e veturës dhe zbras mbetjet e cigareve në rrugë, ti që hedh letra, shishe, ambalazhe të ndryshme dhe qese plot mbeturina në rrugë, edhe kur kontenjerin e ke pak metra më tej, para se ta bësh, mendo. Sepse ti mund të thuash është e vogël, apo vetëm këtë herë, apo justifikime të tjera, por jo, se janë qindra njerëz që e frekuentojnë po atë rrugë dhe çdo njeri prej tyre të hedh diçka të vogël, krijohen grumbuj mbeturinash që për dikë tjetër bëhen angazhim shtesë. Dhe ai dikush tjetër është ky njeri dhe kolegët e tij të punës. Ata janë heronjtë e padukshëm që kujdesen për qytetin edhe kur ne të tjerët e bëjmë të kundërtën. Prandaj, herën tjetër kur të jesh gati të hedhësh diçka në rrugë, bëj një gjë shumë të thjeshtë. Mendoje sikur ai që do të vi pas teje me fshesë në dorë të ishte babai yt, gjyshi yt, vëllai yt e bashkëshorti yt. A do duje që ai të përkulej për të mbledhur bërllogun që ti mund ta kishe hedhur pak më tutje në koshin e mbeturinave apo në kontenjer, aty ku e ka vendin? Nëse përgjigja është jo, atëherë në bazë të kësaj vepro. Mos e hidh vende pa vend, sepse ai që mbledh mbeturinat tona nuk mund të jetë heroi pa kujdesisë son, por punëtori që po bën punën e tij.